Kam urdhën nga kryekomandanti Varillaku Tianinës t'ju arrestoj e t'ju çoj pranë shtabit ushtrisor. Urdhëroni. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Do të detyrohemi të përdorim forcën, Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Frashërin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Frashëri, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lën trimët të vi, edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin shqiptarin. A ka shqiptarën të aborrin tënë? Unë nuk po pyes për ata Arnaut që u është bërë gjaku ujë, po për shqiptarët që kanë besë. Shqiptar, birë shqiptari. Unë jam shqiptar. E te me vendi! Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtar ytë. Mirë se të vish o birë, e jo vetëm ti, po të gjithë ata që e ndjen vetën ende shqiptar, mirë se të vinë. Kush me vizë gargesti, do pushkatohet për trasti! Trasti është sot mos shkosh mbas Ismail Bey Florës për mbashe të ndi. Me emër të padishau, ju urdhëroj, prapsuni! Ismail Bey, juve nuk po më turproni mua, por per andorim, që i keni shërbyer aq vjet dhe ju kanë ndëruar si pak të tjerë. Deri se cilit në vend vet bim bashkë të ndi. I bëj selam kryekomandantit Tianinës dhe i thuaj se Shqipëria, edhe po t'i arrestojnë Ismail Kemal, do t'a shpallë më vetësinë e saj. Duan apo s'duan armit tanë.